Sa pritet të zgjatë kjo luftë? Po, për luftën. Do më thënë, ne nuk e vëmë në dyshim që Amerika ka superioritet ushtarak ndaj Iranit. Por, duhet kuptojmë diçka, do më thënë, sigur u përmend edhe në studio, historia e luftës në Vietnam, apo historia e luftës të Bashkimit Sovjetik, pushtimi i Afganistanit, apo pushtimi Amerikan i Afganistanit gjithashtu. Perandoritë e mëdha, zakonisht kur përballen me popull më të vegjël, humbja e tyre nuk ndodh në aspektin ushtarak. Bashkimi Sovjetik deri në momentet që u largua nga Afganistani, kishte armë që mund ta zhdukte Afganistanin nga paqja e dheu. Amerikanët gjithashtu. Por problemi me perandoritë e mëdha është se ato nuk përballojnë dot kostot e konfliktit. Dhe ajo që ne po shohim në këto momente është se ndërsa Amerikanët mund ta zhdukin, domethënë Allahu na ruaj, se në eskatologjinë iraniane ata besojnë që Trumpi mund të godasë edhe me armë nukleare Iranin. Dhe nëse ai përdor armën nukleare, aty është fundi i luftës. Por në një luftë konvencionale, pra në këtë pikë famë pastaj ne nuk e dim. Çfarë po shohim neve? Po shohim një krizë masive në perëndim. Se sikur e përmenda më herët, Irani edhe pse teknologjikisht është inferior ndaj amerikanëve dhe izraelitëve, është duke përdorur gjeografinë. Dhe gjeografia është ngushtica e Hormuzit. Duke bllokuar ngushticën e Hormuzit, Irani po përdor një bombë nukleare ekonomike për perëndimin. Sepse duke i bllokuar naftën Po Irani 15% të rezervave ka. Nuk lëviz nafta e gjirit persik. Irani po blokon nafta e gjirit. Gelet magazin. Po shikoni, domethënë, Irani i ka bllokuar vendet arabe që të shesin naftën edhe gazin. Dhe kjo po sjell një reaksion zinxhir. Po sjell rritjen e inflacionit, sot ul çmimi, rritjen e çmimeve të naftës. Ul prapë. Kujt? Çmimi ul. Pra se tha Trumpi mbaron lufta shpejt, prandaj ul çmimi. Dhe domethënë rritja e çmimit të naftës. Olsi, ndalu te çështja, Olsi. Ndalu te çështja. Baton se kam probleme me zërin edhe më bllokohet. Vetëm një gjë. Dy çështje i do Irani. Një minutë se nuk dëgjoj. Olsi, vetëm pak. Jo, po foles dëgjon pastaj. Olsi, dy çështje i do Irani. Urdhro. A mund t'i Po ta mbaroj pak idenë të lutem edhe pastaj më kundërshtos. A mund t'i fut të gjitha jemi jashteme totalisht. Të gjitha vendet arabe në demonstrim në rrugë kundër Amerikës dhe kundër pushteteve të tyre, ose kundër njerëzve në pushtet të tyre. Kjo është esenca, nëse kjo atë nuk e arrin, lufta zgjat shkurt. Unë po flas me logjikën politike edhe logjikën ushtarake. Irani është duke përdorur bombën ekonomike. Duhet kuptojmë diçka, që perandoria amerikane sot. Trumpi për Evropën. Problemi kryet se po t'ishte mërzit për Evropën, dhe Evropa do t'i bënde presion. Dhe Amerika do të dëgjoj se kam probleme me zërin. Jo, Olsi, më le që ta mbaroj edhe pastaj flit, se nuk Olsi, e kam një problem të teza jote kryesore. Po e ta mbaroj pak tezën, pastaj më kundërshto. Jo, po e stërmadon tezën se... Po ta mbaroj tezën, më rëbur, pastaj më kundërshto. Nëse që kam probleme me audion. Dhe duhet të them që Irani po përdor bombën ekonomike. Duhet të kuptojmë një gjë, që perandoria amerikane, fuqinë e saj, nuk e ka te armë, por e ka te kontrolli i naftës dhe fuqia e petrodollarit. Petrodollari amerikan është i fuqishëm nga që amerikanët i kanë detyruar vendet naft prodhuese. Jo, nuk e do vëzhëm. Naftën kur ta shesin me dollar amerikan. Nuk ndryshon se ato mbeten aleat të Amerikës. I imponon gjithë botës që të blejnë dollarët e saj në mënyrë që të blejnë naftën. Në momentin që Irani blokon naftën e vendeve arabe, kjo para e naftës, e cila do shitej me dollar amerikan, dhe këto dollar amerikan do të depozitoheshin nëpër bankat e Amerikës. Dhe këto dollar amerikan financojnë makinën ushtarake amerikane. Në moment që këto dollar ndërpriten, ne kemi krizë ekonomike në Amerikë. Dhe kjo është arsyeja pse po e trondit administratën e Trumpit,
Nga që ata kanë menduar që Irani është sikur Venezuela, që ne mund hymë aty, mund vrasim sa njerëz, S'kanë mendu fare, ata e din heqin shumë mirë. kreun e pushtetit edhe mbaroi puna. Por Irani me pozitën e tij gjeostrategjike dhe për më tepër me ideologjinë islamike që ka regjimi, ku ata besojnë që janë luftëtarët e islamit në përballjen eskatologjike me zionizmin ndërkombëtar, po tregon unitet dhe po tregon rezistencë, dhe po arrin që ta projektoj fushinë e tij jo vetëm në vendet Fshinjë Arabe, por edhe në ekonomitë perëndimore. Ne po shohim rënjen e bursave, dhe nëse ky konflikt vazhdon, ne mund të shohim kriza të mëdha financiare në sistemin bankier amerikan. Është krejt e qartë që në kohë lufte ka censur të madhe. Domethënë për informacionin që vjen nga fronti i luftës e nga dy krahët. Dhe afërmend që ato njerëz, ato individ, ato grupe, ato qarqe që janë afër Iranit, përhapin këtë sipas cilit të narrativën sipas cilit Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke u goditur shumë, Izraeli është... Qartë jemi të qartë. Mirë po, ka një burim... Orsi na e paraqet më mirë këtë, ne të tjerë paraqesin... Ka një burim, cili është CNN. CNN është anti-Trump. Pra, është kundër... Të mbetemi atëre të... CNN Po është pro-izraelit. Thot që duke cituar... është pro-izraelit. Ti atëre, po ti që kundërshton CNN-in, atëre do duhet tu është nga cila pozitë se... Ja t'japu një kundërfakt para se ta thuash. Pse Izraeli dënon me 5 vjet burg shtetasët e tij që nxjerrin video shkatrimit që ndodh brenda territorit. Të njëjtën gjë bën dhe Irani. Pse? Njëjtën gjë bën dhe Po Irani nuk është çudim, ë? Prit. Po Irani nuk është çudi e madhe. Izraeli pse bën këtë? Tani edhe një herë. Ka manipulim lufta nga të dyja palët o mentor. Jo, meqense u përhap se Olsi edhe Nëse kërkoni edhe herën e parë, dhe këtë tha që janë shkatruar bazat amerikane në Gjirin Persik e tjera. Tani, komandanti i këtij operacioni, domethënë, komandanti amerikan, por ama duke u referuar CNN-it, thot që sulmet me raketa balistike iraniane ka rënë me 90%, sulmet me dron 83% krahasuar me ditën e parë të luftës. Po sa kanë qenë intensiteti? Sa kanë qenë? Sa shkollaj ta thush? Amerikanët pretendojnë që kanë goditur edhe lëshuesit e raketave, 60% të tyre, edhe të dronëve. Mentor, pra madje edhe një mentor që thua që Irani do palosi Shtetet Bashkuara të Amerikës, të nuk ka budallam botë që ta thotë. Çështja është kjo. Irani, nga që e ka ditur me kohë, me cilën fuqi përballet, ka marrë masë rezervë. Dhe ajo që ka ndodhur tani, apo tregoj diçka. Ajo që ka ndodhur tani është kjo. Ai ka shkatruar për shembull, ja një sekond, jo, po që për të thënë një gjë sa që po thua ti. Okej. Ti kthyer një. Kur ne ishim fëmijë, mendonim edhe atëre nuk mendonim që Vietnami do të shkatronte Amerikën, por Vietnami solli probleme të mëdha për Amerikën. Ishim fëmijë atëre. Ne nuk mund të themi që ka shumë ngjarje të përzjera, të ngatruara, të dyshimta dhe përfundime të ngjashme me njëra tjetrën. Shtetet Bashkuara shkojnë në Afganistan dhe lënë Afganistanin pastaj pilaf. Në gjendjen që ne pam. Mori paratë... E futën në Ukrajinën gjithat konflikt dhe e lanë. Paratë gati po i... Ukrajina më pëzë shkoj që larkë. Ukrajinën. E futën gjithat luft dhe e lanë. Po, pra dhe ne. Dhe e lanë.